Djali Macon. Pufja! Gecko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Lodrat e aksionit e Romeos. Djema, shikoni këtë! Është një flosi vetëtim ultra super e shkëlqyer. Shikoni, bën dritë, ka një lëvizje aksioni që gjuan, edhe Quajtja dhe shtypja e flosive të timës. fjalët që ajo thot gjithmonë. O, sa e bukur është kjo! Shumë bukur, mendoj. Shumë e bukur. Është kukulla më e mirë në botë e flosive të timës. Hey, më prisni! Çështja është që kam prodhuar vetëm disa nga këto kukullat super të shkëlqyera. Është shumë e rrallë. Si të ketë... Nuk është. O jo, duhet të më ketë rënë. Shpejt, kujtoni ku kaluam. Nuk qen ka këtu, nuk është askund. Oh, duhet ta ketë vjedhur dikush. Le të shkojmë tek baza. Luajtësi i imazheve do të na ndihmojë. Nuk është luajtësi i imazheve vetëm për punën e heronjve? Po, dhe kjo është punë heronjsh. Nëse në këtë zonë ka një hajdut, kush e di se s'po planifikon tjetër? Heronjt me pijame Jaku po vinë, drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macon. Amaya bëhet Ufe! Heronjt me pijame! Skanove të gjithë qytetin edhe nuk gjete asgjë? Duhet ta gjej tek avioni i bufes. Forca, duhet të jetë diku këtu rrotull. E di se si ndihesh. Njëherë mendova se humba zotin mjau, por e kisha lënë mbrapa divanit. Me siguri duhet të... Ndehemi, kontrollojmë më shumë territor. Doja të thoja se duhet të rrim bashk. Mendoj se do të ndahemi. Ha? Çfarë ishte kjo? Veshët e Macokut. Quajtja dhe shtypja e flosive të timës. Ha, e njoha të zë, është flosi vetëtima. Ha, e po kjo nuk dukej tamam kështu më përpara. Çfarë sa po ndodhi? Ramea, I shkreti heroi i Vockën. çfarë ke bërë kështu? Modifikova flosive të timën që t'i kthej të gjithë në kukulla të padëmshme aksioni. Askush nuk do të ndërhyjë në punët e mia. Nuk e kam harruar atë. Atë pjesë do të thoja. Dhe do të pushtoj botën. Nuk do të dalësh kur ta bësh këtë. O, ashtu? Dhe kush do të më ndaloj? Një kukull aksioni e vogël si djali Mace? Ha! Super specia Macokut. Ta vendosin të vitrina këtë mjeshtër. Me që e thua ti robot? Ah, Ja, në kuti i sigurt. Shioje shtëpinë e re, djali Mace. më lër të dal, më lër të dal. Forca tani robot. Koha të ngrem kurthin e radhës së flosive të timës për heroin tjetër me pijame. Jo, jo. E po, nuk ka asnjë shenjë nga flosive të tima këtu.
apo këtu, apo... Quajtja dhe shtypja e flosive të timës. Ja, djali Maçok, bufe, gjeta flosive të timën. Prit pak, nuk ishte këtu para 1 minute. Ka diçka që nuk shkon. Wow! Zvaranik rëshqitës. Shikoni, një tjetër kukull aksioni e padëmshme me heronjt me pijame. Ardhuca zvaranike, çfarë më ke bërë kështu? Super muskujt e gekos. Kurse je fushin tënde, djali hardhuc? Më ul poshtë. O, do të ulim ne poshtë, pran me shokun tënd të vogël. Djali Maçok, nuk mund të lëviz dot. E di këtë, kemi ngecur. Kjo është shumë gazmore. Forca robot, na ka mbetur vetëm një hero i vogël tani. Duhet ta paralajmërojmë bufen dhe të mos e lejojmë Romeon ta kthejë në një kukull aksioni. Po, por si? Oh, kam kërkuar kudo, po ku mund të jetë? Shiko se çfarë gjeta. Një kukull koti si flosive të tima. E po, unë nuk e dua. Thjesht do ta hedh në mbeturina. Romeo, e dia që e vodhi dikush. Ki kujdes, është një kurt. Ha? Çfarë ishte kjo? Shiko. Na qën ka e fundit e heronjve me pijame. Po kërkon dikë, apo duhet të them diçka? Ajo është flosive të tima ime. Ma kthe këtu. Jo. Po, sigurisht, është e jotja. Bufe, ki kujdes, është një kurt. Geko, djali Maçok, ku jeni ju? Flosive të tima do të kthejnë në një kukull aksioni ashtu si dhe ne. Quajtja dhe shtypja e flosive të timës. Romeo, këtë herë ke tepruar shumë. E di, nuk është fantastike? Mos e lejo të skanoj bufe. Oh, por argëtimi nuk ka mbaruar akoma. Djema, a jeni mirë ju? Më vjen shumë keq, nuk duhet të kisha nxituar. Nuk ka problem, por duhet të na ndihmosh të kthehemi në normalitet. Romeo ka telekomandën, nxito. Menjëherë, koha për t'u bërë hero. Koha për t'ja ndryshuar funksionet. Mjeshtër, ki kujdes. Hej, nuk isha mbaruar. E drejt pra, nuk mbarove. Më trego si ta kthej djalin Maçok dhe Geko në normalitet? Pa të mendoj një herë. Jo. Nëse nuk e bën, do ta përdor flosive të timën mbi ty. Nuk do të guxoje. Përveç kësaj, ti nuk e di se si. O ashtu? Atëherë thjesht po provoj këtë. Më godonis. Robot, jo! Koha të kthej djalin Maçok dhe Geko në normalitet. Ha! Thua se e kam bërë të thjesht këtë. Ma kthe këtu. Unë jam i vetmi që di se si ta kthej mbrapsht procesin. Më premton se do t'i kthesh 2 miqtë e mi në normalitet? Të premtoj. Mirë. Por bën mirë të mos provosh asgjë tjetër. Fillimisht roboti. Kjo ishte argëtuese. Sërish. Tani djalin Maçok dhe Gekon. Ndryshova mendje. Më pëlqejnë trofet e mi të vegjël. Dhe më duhet vetëm një tjetër për të mbyllur setin. Por, më premtove. E di, keq bërës. Harove? Këtu robot, kape. E kapa, mjeshtër. Super pendet e bufes. Jo. Robot! Bufe! E kapa. O jo, kjo është thyer. Kjo nuk është gjë e mirë. O jo, shpejt, rregulloje, bëj diçka. O, tani dëshiron që ta mbaj unë? Mblidhe mendjen, truzok. Po çfarë po ndodh kështu? Më jep flosive të timën. Është mënyra e vetme për t'i shpëtuar ata.
Të premtoj që do t'i shndroj këtë herë. Premtimi dyfisht me një qershim vitort. Jo. Por kjo është e vetë një mënyrë. Bufe, jo, nuk mund t'i besojmë. Super kërcimi Machokut. Disi. Super muskujt e Gekos. Deri diku. Ndoshta keq funksionimi po ndihmon vërtet djalin Machok dhe Gekon. Jo, ma jep atë flosive të timan. Më fal flosive të tima, ishte argëtuese, duhet të lë të shkosh. Për qafime. Tjetër plan i madh, i shkatruar për gjithmonë. Por do t'ju kap një ditë. Hyu, ajo ishte vërtet një kukull aksioni ultra super e shkëlqyer. E po, ashtu ishte. Herojt me pizame për tisit të gjitura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Hej, Amaya, Kemi sjell diçka. është kukulla jone para pëlqyer e aksionit. Oh, Redjema, kjo është e përsosur. Faleminderit. Gongu i dragojt. Ja, ku është? Pra ky është gongu antik i dragojt? Wow! Vërtet fantastik, apo jo? Sipas legjendës, kur gjuan në gong me një çekiç të veçantë, lëshohet fuqia e tij e vërtet. Bukur. E kam parë këtë simbol më parë. Njësoj si të faltoriat e mali i misterit. Oh, po. Këtu thot se çekiçi ka humbur para shumë shekujsh. Deri më tani ta dini. Çfarë doni të thoni? Arkeologët sapo gjetën çekiçin, do ta sjellin sonte. Pastaj ekspozita do të jetë e plot. Oh. Përse? Oh. Ninja i natës. Ai do doj ta marrë çekiçin. Wow! Nuk mund ta lejojmë këtë. Herojt me pizame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Machok. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pizame! Gjete gjë roboti me pizame? Thot, kur gongu të godas në minutën e fundit të mesnatës, do lëshohet një fuqi e madhe mistike. Dhe kushdo që godet gongun, kontrollon Dragojin. Nuk më pëlqen si tingëllon kjo. Dragoj është i detyruar t'i bindet urtrave të mjeshtrit. Ai mund të lirohet vetëm kur i bashkohet me çekiçin e tij. Por asnjë mjeshtër nuk ja ka kthyer më. I shkreti ai, ne mund ta ndihmojmë. Prisni, sa është ora? Është pothuajse mesnatë. Ninja i natës. Forca, duhet të shkojmë tek muzeu përpara se të kaloj mesnata. Te makina Machokut. Wow! Oh, është i bukur! Au! Keni kujdes, ju ninja koti. Le të shohim tani se çfarë bën kjo gjëja. Çekiçi. Këtu, hana e plot. Këtu, minuta e fundit e mesnatës. Për pak. Mjeshtër. 12. 11. 10.
Mos e qonë për mënd, ninja i natës. 4, 3, edhe 2 goditje të tjera dhe do të liroj dragojin. 2, Nuk mund të lejojmë të godas gongun. dhe 1. Jo! Ah. Unë jam dragoj i gongut. Cila është dëshira juaj, mjeshtër? Mjeshtër, ma në fund pak respekt. Shikoni insektet me pijame, dragoj i bindet kujdoj që ka çekiçin, që më bën mua mjeshtrin më të madh të ninjave në botë. Apo quhet mjeshtri ninja. Gjithsesi, jam i pandalshëm. Do ta shohim këtë. Po, do ta shihni, buz hardhuc. Ky është momenti që me si kam pritur. Tregua, të urdhëroj t'ua tregosh qefi këtyre mirëbërësve. Po, mjeshtër. Shihemi e ronj, ishte një kënaqësi. Kujdes! Kjo ishte argëtuese. Më pëlqen çekiçi i miri. Ua plotësova dëshirën. Më ktheni çekiçin. Jo, është i imi. Edhe do të të them kur të mbaroj punë. Edhe një urdhër tjetër dhe do të ta kthej. Ndoshta. Wow, sa i keqa i dragoj. Ndoshta është e detyruar të ndjek urdhrat e ninjës. Gjithsesi, ne duhet ja marrim atë çekiçin ninjës së natës. Por si? Nuk do t'i afrohemi dot kur. Kam unë një ide. Ju t'jema shpërqendroni ninjën. Unë do përpiqem ta largoj nga gongu. Djali Machok, kur ta largoj, vrapoti dhe merja. Me një herë. Super kamuflazh i gekos. Po tani çfarë kanë në plan të bëjnë ata herojnë nga Trestar? Nuk ka rëndësi. Ata nuk krahasohen me gongun tim të dragojit. Bu! Hey! Këtu lart. Këtu. Këtu. Tani këtu. Era e krahëve të buzës. Au! Më mbro tani! Ere quan tjetë, përgatitu të frye shtutje nga fryma e dragojit! Të kapun! Super këcimi Machokut! Super muskujt e gekos. Faleminderit, Gecko. Kapje bukur. S'ka problem. Nuk e kemi të thjeshtë të marrim çekiçin. Çfarë do të bëjmë? Veshët e Machokut. E di që të dhash edhe një urdhër tjetër, por kam 3 probleme të vogla me të cilat duhet të merrem. Pikë së pari. Mos u shqetësoni, Ninjalino, nuk do të kthej kur çekiçin. Kur? Ninja i natës e gënjeu dragojin. Ai nuk do ta ribashkoj kur me çekiçin. E shkreta dragua. Tani nuk do të jetë kur e lirë. Mos u merakos, do t'ja marrum çekiçin. Super shpejtësia Machokut. Djali Machok, jo! Nuk më pëlqen kur e bën këtë. Wow. Oh. Dragua, le të shpojmë fluskën. Mbahu, po vi unë. Wow! Nuk jam argëtuar kur kaq shumë. Mund ta bëj gjithë natën këta. Ç'keq është fryn kështu, më dragua mos më njose. Falmeje, nuk e ngecur më brenda gongut, ndaj mu bind. Çekiçi nuk është joti ninja i natës, tani na i kthene. Edhe dhe ish dorë nga kjo fuqi, e po nuk mendoj kështu. Atëherë ne do ribashkojmë dragojin me çekiçin. Dhe kur ta bëjmë, do të kërkosh falje. Gabim kam bardhuc, unë jam keqbërës, nuk kërkoj kur falje. Për mira vite kam ngecur në këtë gong, vetëm për të bërë loja e një ninje
përsi! Sa keq që nuk mund ta heshtim dot gongun. Prit, kjo ishte! Vërtet? Koha të bëhemi heronj! Më ndiqni! Çfarë? Po largohej kaq shpejt? Çfarë do që keni në plan të bëni nuk do të funksionoj! Ha! E pat këtë ninjalino, i tremba keq. Ma në fund e kuptuan që nuk krahasohen me të plot fuqishmi ninja i natës. Përpjekje e bukur insektet me pijame, po kur unë të gjuajt e gongu, morët fund. Po, por nuk do të lejojmë. Pendët e bufet! Hu, ha, hu, ha. Hu, hu. Ha, ha. Ia! Humbe! Vërtet? Koha të thoni lam të mirë, heroj! Jepi, jepi! Gong! Super muskujt e Gekos. Dhe ninja dridhet vet. Po e marrun këtë. Bufe, merru ti me dorëzimin. Dragua, të premtoj që do të ribashkoj me çekiçin tënd, por duhet të bësh diçka tjetër. Cili është urdhri juaj, mjeshtër? Largoj ata ninja tek qinj që këtu. Oh-oh! Drago e mirë, mendova se ishim miq. Faleminderit që na ndihmove. E di që ka kaluar shumë kohë, por ja ku e ke. Pas gjithë kësaj kohe, më në fund jam e plotësuar. Faleminderit. Nuk ka përse. Ja dolëm! Me sigurin ne duhet të kthim gongun tek muzeu, përpara se ta vërej dikush. Heronjt me pijame për tisni të gjithë ura! Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë! Hej, e pat? Çekiçi më në fund u ribashkua me gongun. Oh, ne e pam. Shumë mirë. Djali ma qot! Bufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Fluturimi i ninjas. Nga kjo Anthony. Oh, Samir, më pëlqejnë vizitat në muze. Ka kaq shumë gjëra për të parë. Forca, Greg! Ndoshta do të ketë më shumë statuja antike macesh. Ose statuja më të bukura bufësh. Por, Sok, I mbyllur? Ndjes, fëmi, ka ndodhur një vjedhje. Dikush ka marrë shumë gjëra me vlerë këtu. Muzeu do të kryej një hetim. Do të duhet e gjithë dita. Dhe gjithë nata. Kjo është punë për ne. Heronj me pijame ja ku. Lëmgjitëse, edhe kërcyese. Nuk është gjë e mirë. Ninja i natës. Punë e paqme, Greg. faleminderit. Ku e lam tani? Heronjt me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali ma qot! Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame!
Çfarë ke gjetur roboti me pijame? Ninjalino. Dhe... Aha, gjitës tjetër. Ja dole sërisht. Geko është i papar. Oh, ashtu mendon? Ha? Le t'i hedhim një sy nga lart, tek avioni i bufes. Ha? Prisni. Ka diçka që nuk shkon. Kjo ishte e tepërt, ato ninjat. Po ndalojnë avionin e bufes? Pse? Veshët e Macokut. Është duke ardhur nga muzeu. Feja atje ku e more me një herë. Në muzeun e vjetër me pluhur, por atë nuk do t'a shihni kur të bëj këtë. Hidh ngjitësin. Ha? Po ku po shkon? Sytë e bufes. U flash pupuritëse, i ka bërë të gjitha gati. Edhe ato i ka marrë në muze. A nuk duket shumë më mirë tani? Jo? Sigurisht që po. Shikoni ato forma të adhurueshme me ngjitas. Mendoni për aftësinë që duhet për të hedhur një ngjitas fluturues si ai. Gjyrat e muzeut. Ninjalinët po i vendosin kudo në qytet. Ajo do t'i ngjitë të gjitha. Do t'jetë ngjitja më e mirë fluturuese dhe kërcyese në botë. Shkolla juaj nuk do të bëjë më vizitat e muzeu i mërzitshëm. Do të vini të gjithë të adhuroni ngjitjet e mia fantastike. Të miat. Më duket si një vizitë të mërshme me klasën. S'ka problem, do t'ja dalim. Unë jam i papar, harrove. Ti fluturo pas tyre, bufe. Djali Macok, ti vrapo, ndërsa unë... Veshët e Macokut. Shkoni te mali i misterit dhe ndiqni planin. Mali i misterit? Po shkojnë atje. Është e gjitha pjesë e planit. Por ngjitja është nga kjo anë. Nga e diti që është një plan? Sepse e dëgjova. Çfarë dëgjove? Ninjën e natës kur tha një plan. Kjo mund të ketë shumë kuptime. E shihni, ata po shkojnë për diçka tek mali. Duhet të shkosh pas tyre. Unë? Por... Unë jam ai që duhet të vrapoj pas ngjitësit. Bufja duhet të merret me ninjën e natës në qell. Kështu që mbetesh vetëm ti për të zbuluar se çfarë po bëjnë ninjalinot. Mirë atëherë. Super specia Macokut. Super krahët e bufes. Le të fillojmë. Zvarani krëshqitës. Ata do të ndjekin keqbërësin ndërkohë që unë merre mendimësit. Super specia Macokut. Hey! Bën mirë të jetë e rëndësishme. Era e krahëve të bufes. Si guxon ti? Do t'ishte e papar. E po kthehet sërish në shtëpi. Pse? Kur mund të ishte mbuluar me madhështi ngjitësi? Sa i çuditshëm. Të paktën nuk po ngjit një mal për asnjë arsye të vlefshme. Një avion tjetër? Ha? Çfarë ndodhi? Nuk dua të flas për këtë. Për çfarë kam ardhur unë këtu, përveç se për të më tallur ninjalinot? Ndoshta po marrin ndonjë pajisje ninjash për të bërë avionin të ecë më shpejt. Ose ndoshta thjesht po përpiqen të më largojnë nga aksioni. Kështu nuk do t'ju ndihmoj. Ata janë ninjalino. Duhet ta kenë një plan. Me siguri. Duhet ta mbyll. Edhe unë po e mbyll. Juhu! Super shiritat e Macokut. Ha! Po! Ha? Era e krahëve të bufes. Ha! Merre këtë ninja. Ha? Po ku shkoj ai? Ka një plan, s'ma merr mendja.
Ha? Oh! Mirë, ata pas kanë vërtet një plan. Lësoni! Oh! Kjo është qesharake. Duhet të ndiqja ninjën e natës, jo pasion ndihmësve koti. Shihemi. Po, ju dëgjoj pasta dhe qartë. Pilot koleg Ninjalino kontrollon librin e liksis antike të ninjave. A jemi mjaftueshëm lart? Apo ecim mjaftueshëm shpejt? Apo fluturojmë me mjaftueshëm aftësi antike ninjash? Kjo është pyetje e thjeshtë. Le të filloj magjia e ninjave. Është koha për Malin e misterit! Uhu! Në rregull! Shok, po e mbyll me kaj qëndrimin këtu. Ruani pak aksion me nqitës ninjash për mua, mirë? Ninja i natës nuk është më. Mendojmë se dhe Ariela me kash për sot. Çfarë? Mbaruat pa. Po vinin vërdall, edhe unë nuk e kam kaluar në atë në kod në vend që të ndaloja. Ha? Ninja i natës? Unë lilitaj me ngjitës! Nuk do t'ja hedhësh kur, paq. Çfarë? Ju po më thoni që nuk do ta hedh dot këtë bukurinë mbi muze? Askush nuk do të arrijë të hyjë brenda, por ç'më duhet mua? Do t'jesh shumë të zënë duke adhuruar aktin më fantastik të ngjitësit të malit të ninjave. Jo! Djali Machok, bufe, ninja i natës, sfere madhe. Duket gjë e keqe. Muzeu, ai do ta... Kjo duket më keq. Është i gjithi faim. Ju kisi të drejt, e kisa gabim dhe... Mos u shqetëso, thjesht eja këtu dhe do ta rregullojmë së bashku. Do të na duhet fuqia jote e Gekos. Për nuk ka kohë, vetëm nëse... Super mburoja e Gekos! Oh, juhu! Mos jam e vones? Jo, nuk je, eja brenda. Ardhuca zvaranike, duhet ju kisha dëgjuar. Çfarë gabimi që bëra? Po e rregullon tani, kjo ka rëndësi. Zbritej gjithë atë rrugë nga mali. Dhe tani është koha për ata super muskujt e Gekos. Filloni ngjitje! Shikojeni. Të paktën e dim se ku po shkon. Tek muzeu, apo jo? Më dërgoni atje. Katapulta. Unë gabova, por do ta rregulloj. Po, koha për të bërë hero. Ti sërish, si arrite deri këtu? Super muskujt e Gekos. Era e krahëve të bufes. Po më merren mend! Ndalo! Mirë, por mendoj se është radha jote ti rregullosh gjërat. Premtoj që do ta pastrosh rëmujën. Në rregull. Gjithçka po kthehet tek muzeu. Punë paq me heronjt me pijame. Pyes veten ku përfundoi ajo sfera me ngjitës. Ishte e madhe. E po, nuk do të shqetësohesha për atë. E dërgova atje ku e ka vendin. Heronjt me pijame vërtisnin të gjithura. Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Slita e Romeos. Këtu e kisha atje. E ka parë njëri tabletin në klasës? Hej, ku është luajtësi imi muzikës? Asi imi nuk është. Makina ime lodër. Shënuesi imi librave. Të kene marrë ju tabletin dhe karikusin tim? Jo, edhe këtu kanë humbur. Jo, unë dikoj që i pëlqen të ngatrohet me teknologjinë. Romeo. Vë bas pendet e mia për këtë. Heronj me pijame ja ku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet
Gecko! Connery bëhet. Djali macor. Amaya bëhet. Bufe! Herojt me pijame! Çfarë ke roboti me pijame? Edhe ashensori është prishur? Po mjetet e tjera. Shok, shikoni, kristali i bazës, po e humbet fuqin. Por ne marrim fuqit tona nga ai. Ha! Pse fluturim është ky? Veshët nuk janë mirë. Kapja i hardutës nuk bëhet. Çfarë është kjo? Mendoj se po dëgjoj diçka nga jashtë. Apo jo? Lidhja po funksionon, mjeshtër. Atëherë dyfishoje shpejtësin. E dua të gjithë fuqin. Të gjithë! E dia që ishe ti, Romeo. I more pajisjet elektronike të të gjithë për të vjedhur fuqin ton. Na e kthe të gjithë. Çfarë është ajo? Le të shkojmë. Tani i gjeniut në pushim. Super shpejtësia macoput. Shpejtësia ime nuk është më. Do ta marrim mbrapsht fuqin. Ruaj bazën ti, robot. Nuk u amora të gjithë fuqin. I shkreti, mjeshtër. Çfarë po ndodh? Fuqia e heronjve po e mbi ngarkon laboratorin. Do të shpërthej. Po, ja. Hidhu! Çfarë janë ato? Fuqia ime heronjve është te atosferat dhe po shkojnë drejt këndit të lojrave. Kapi, robot! Nuk i ka dot. Gjitha jo pun për asgjë. Çfarë do të bëjmë tani? Mund të përpiqemi t'i mundim në lojrat dhe të kënaqemi te panajiri. Çfarë? Kënaqemi? Prit një minutë. Nuk je dhe aq kokbosh sa dukesh. Faleminderit, mjeshtër. Heronjt dhe keqbërësit e tjerë mund të arrijnë të marrin fuqin, ose të paktën mund të duan ta provojnë. Robot, kam një plan të ri. Po ku është ai? Nuk kam kërkuar kurrë në gjithë qytetin pa fuqi të plot. Është e vështirë. Hej, shiko se ku kalon. Panairi, drita të gjithë, bra! Po! Unë i pari ore kafsh me qime dhe pleshta. Panairi, dritat e shndritshme. Shiko, kush po vjen. Heronjt me pijame. Luna, çfarë ke në plan të bësh? Çfarë janë ato? Fuqit tuaja koti ishin të tepërta për laboratorin tim të vogël. Tani janë kudo. Fuqit tona. Kapini, Mola. Mola. Mos u angulni syt ashtu? Largoj molat, Luna, ato janë fuqit tona. Sikur të ishin të mijat. Bu, bu. Ha! Kjo nuk do t'jetë e vështirë. Nuk më duan as ninjalinot e mi. Po, ku janë ata? Po stërviten tek mali i misterit. Kujt i duan? Unë e më i që duhet të marrë më tepër fuqi shtes. Unë. Mos u zini, kushdo që ja vlen për fuqin, e merr fuqin. Duhet të jemi të drejtë për këtë, apo jo? Asgjë nga këto nuk është e drejtë. Ti na i vove fuqit. Le të filloj loja! Fuqit tona! Do të luaj me radh, apo jo, shok? Wow, po kërci si mace! Ara kokosi, kujt i duen molat? Ha! Si e shpritsa të shosh gjuajtën time fantastike me arkokosi.
Kjo është e tmerrshme. Të gjithi duan fuqi tona. E po, nuk do t'i marrin ata, por ne. Forca, më ndihmoni. Po! Mund t'i ndjej fuqit që po më kthehen. Atëherë shkoçoj tek baza. Kështu mund t'i marrim të gjitha. Rindis kristalin robot me pijame. Do të kthehej me pjesën tjetër së shpejti. Kjo është më mirë. Wow! Raf Koti, nuk e dini që po ju gjuan ninja më i madhi të gjitha kohërave? Ha? Djali Machok po kthehet në loj. E pa drejt! Ata po luajnë në duart e mia, robot. Tani është koha të filloj argëtimi i vërtet. Cili është i pari? E përsosur. Faleminderit. Robot, gjithë këto fuqi ndriçuese të slita. Kapi! Do t'i kapim të parët. Mendoj se qiritat e Machoku t'u kthyen shok. Bukur, ku janë të gjithë? Është pak e ngushtë. Siguria e para besoj. Qiritat e Machokut. Djali Machok i merr mbrapsht fuqitë e heronjve. I merr me aftësi nga ajri me kujdes dhe shpejtësi. Do i mbledh të gjitha. Akoma nuk e kuptoj ku shkuan të gjithë. Mos po ecim pak shpejt. Mendoj se ndoshta po. Shikoni! Jo, Romeo na e bëri me hile. Puna e panairit ishte kurth. Ndaloje slitë, Romeo. Na lër të ikim. Mirë se erdhët në këndin e pa drejtë të lojrave. Menduat se ishit këtu për të fituar fushin? E donit kaq shumë. Kjo më lejoj mua që t'ju kapja. Me rathët e mi Sonic, arat e nxehta të kokosit dhe slitën e Romeos. Do të thuash ti nuk e do më fuqin? Sigurisht që po. Do të bëj shumë gjëra tani që nuk më ndalon dot askush. Nuk të ndalon askush, si thua për ninjalinët. Nuk janë gjë pa ninjën e natës. E vërtet! Armadilan, e ke harruar atë? E po, tani që t'je përmënde? Si nuk më tregoj njëri për panairin? Tullumbace! Tullumbace me helium e fuqi të lartë, miku im që ha milingona. Si ka mundësi që e besuam këtë? U përqëndrua majt shumë të marrja e fuqis, se nuk pam çfarë po ndodhte këtu. E di që ata donin të merrnin fuqit tona, por nëse i ndihmojmë, do të na ndihmojnë. Akoma e kemi disa nga fuqit tona. Koha të bëhemi heronj. Pendët e bufes! Ej, fëmijët me pijame na ndihmuan. Qiritat e Machokut. Pendët e bufes! Këtë po që e gjuaj shpëtimon. Arkokosi, sa të mira. Bëj diçka! Po, mjeshtër. Askush nuk luan me ne. Po, ma jep telekomandën. Në rregull. Ja ku është. Shpejtësi e zakonshme slite. Koha për pak argëtim të vërtet tek panairi. Punë e mirë, grupi. Faleminderit për ndihmën. Ndim? Vërtet? Sigurisht që po. Unë jam një hero i vërtet. E po, ti na lirove dhe ne. Më mirë se molat e mia. Mbaje. Gjithsesi çdo gjë u shkatrua. Në rregull, fuqia e heronjve, do të shkojmë në shtëpi.
Mirë se u rikthyet super muskujt e Gekos. Mua. Shpejtësi e plot Macoku. Këpoj që është argëtim të panajiri. Heroj me pijame për tisni ura. Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë.